në studio. Po. Falenderoj. Atere, Flori, jam me ty, më thuaj. Flori. Po, urdhë. Më thuaj. Atere, mus më duket e arsyeshme që dëgjoj Mirin duke përqarë 2 kunatat, se me gjitha janë kunata, se normalisht një familje, Greta shkon të familja e Selinit dhe ky fut hundët atje ku si takon. Për mu është, nuk di që them, është i ullët në çdo lloj aspekti. Ja kam gjuar vetë me veshët e mi që i thot Greta ty nuk të do, ndërsa ti e do, kështu që largoje. E kuptova këtë. Sepse kjo ka në lojë. E kuptova. Miri? Është njësoj sikur i futi hundët ky, kur unë i thash Brikit, bluzet e tua vin ky parfumi, që vesha bluzën e Brikit. Edhe i tha, buzët e Brikit vin parfum? E qartë, po nuk e kuptova acarimin. Një sekond, nuk e kuptova acarimin me Stenaldo dhe nuk kuptova iken e Selin në dhomën e rrëfimit. Këtë s'kuptova. Jo, Nika, se jam jo mirë nga shëndetit. Okej, kuptova. Ndërsa për pjesën që po thot Flori ka dëgjuar vetëm Greta s'të do dhe kaq, dhe interpreton si do Flori. Njësoj si puthje në qafë që nuk ishte ashtu dhe edhe parfumi buzët, edhe ta puthi... Qartë. Okej, po... 2 zona janë. Po ju lë me njëri tjetrin, mu duk se kur ishit shumë të acaruar dhe prandaj ndërhyva, Selin mund të vazhdosh. Kjo gjë është. Po dhe çdo ditë do jeto ti Miri, çfarë do bëjmë tani? Mbyllim lidhjen me shtëpinë, po. Selina nga ana tjetër më duket vajzë e mençur, edhe mendoj që është nga pretendentet për ta fituar dhe unë e di që ajo nuk do bjeri në kursën e tundimit të një djali me eksperiencë i cili është një trend tjetër jete, është më i maturuar, ka përvoja të tjera më të pasura emocionale dhe patjetër në këtë tundim mund të binte çdo vajzë e re 22-23 vjeçare. Por ndjej që ka një inteligjencë emocionale, ka një mpretësi, është sharp, është mpret. A ka një xhelozi nga këto çunat që janë bërë bashkë, pra Kesi, Mateo, Flori që i përbashkon pak kjo, ku diun, mbase të qenit patriarkal, mbase të parit të dashurisë në një formë, disi mbase të vjetëruar ose Shiko, argumentat janë shumë të dobët nga ana opozitare. Këtij grupazhi që është krijuar për të sulmuar, një përdoret mosha që s'është argument dhe 2 përdoret krevati që s'duhet me argument se ajo vajza jo më larg se sot kërkoi që të zhvendosë një krevat tjetër. Po ata nuk e dinë atë. Ata nuk e dinë atë, po prap është argument jo i fortë, është argument i dobët, është shumë i cekët si arsyetim. Mund të jetë edhe kjo gjëja e frikës së një xhelozia e protagonizmit. Nuk më duket xhelozi për të si vajzë, më duket xhelozi për ta si klan. Edhe në show. Jo si vajzë, po si çift. Për ta si klan. Jo më janë për të ata të dy. O e thot klani në Top Channel kjo nuk ka domethënë. Dashuri faq. Klan me motor klan aty po aty. Dëgjoj. Unë mendoj një gjë, që të dy ata në fund fare asgjë nuk do bëjnë. Ai nuk do ta rrezikojë sigurisht familjes, është djalë i zgjuar dhe unë e njoh. Dhe vajza patjetër nuk do hyjë si e treta e pa dëshiruar në një raport martesor. Nuk do ndodhi kjo, mendoj unë. Ai nuk e rrezikon familjen, sepse ai ka puthur Lornën, ka përqafuar Lornën, Selinën nuk e ka puthur dhe as nuk e ka përqafuar. Ai ka qenë shumë konshient që në veprimin e tij të parë, kur ka thënë që natën e parë do shkojmë bashkë deri në finale, e ke menduar mirë këtë gjë. Pra ai është shumë i qartë, por dhe ajo është një lojtare shumë e fortë. Pra ata ai mund të jetë më i dobët emocionalisht se Selina, por Selina e hyn ke lojtaret më të forta, më të qarta, më të kalkuluara dhe ka një objektiv që do të shkojë deri në fund. Po ka 2 problematika këtu, që publiku gjithashtu i kam lexuar dhe i kam parë, është i shqetësuar. Një, narrativa ka filluar me mos lexo komentet e publikut ti, se publiku po lexove komentet e publikut përcakton një trend. Unë patjetër publiku do thuash çfarë mendon ti nuk do thuash çfarë thot publiku. Jo, unë atë që mendoj. Publiku e thot vetë, ti do thuash çfarë mendon. Ti do thuash çfarë mendon ti. Ti si anket. Unë patjetër kam mendimin tim. Ti si mendon. Jo publikun e lexojnë vetë. Ti vetë. Unë se kam lexuar dot publikun sa aty janë mira komente, por prandaj pra shumë kjo është e bukur që ti do ta thuash ti atë tënde. Unë analizoj. Unë jam vëzhguese shumë e mirë, Monika. Bravo, këtë duam. Lexoj dhe shikoj trendin dhe kuptoj të drejtën dhe të zhdrejtën dhe shoh që ka një gjë në narrativën e këtij rrëfimit që është bërë që në fillim. Kush është e drejta dhe e zhdrejta? Ja ta mbaroj mendimin. Ky djali bashkë me këtë vajzën ran në kursën e një diskutimi, unë jam babai dhe ty të shoh si vajzë. Çdo njeri që është në karrigën e shtëpisë, vihet në siklet kur dëgjon këtë afirmim dhe pastaj sheh një djalë që qan dhe thot unë e dua më ndan, kur shikon një flër që fillon në mëngjes dhe përfundon në darkë dhe vazhdon mbas mesnatën me drita të sipura, në sigurisht që s'mund të jemi diferente në rolin e nënës dhe babait të Selinës,
i cili ka patur një shqetësim legjitim në rolin e gruas së Mirit, që patjetër mund të shqetësohet, dhe shikoj që është dhe një kartë e dobët që s'të çon asgjikundi. Domethënë është një kartë që pse do ta përdorin, është një skenar, historia e tyre bëhet historia e gjithë shqiptarëve, prandaj njerëzit shqetësohen. Jam shumë dakord. Se shohin reflektimin e tyre. Dhe unë mendoj që është gabuar narrativa. Nuk i shkon këtyre të dyve ky flirti. Njerëzit unë e di që duan të shikojnë një romancë brenda Big Brotherit, njerëzit janë të etur për të parë një histori romantike, idilike. Mundësisht Kiara dhe Luisi të përsëriten në çdo Big Brother, po jo, më dëgjoj nuk ndodh kaq shpesh. Ai është përjashtimi, me thënë të i cili forcon rregullin. Me thënë të drejtën, edhe ajo e Kiarës dhe Luisit të paktën çka kohë ishin brenda shtëpisë, nuk kishte domosdoshmërisht vetëm një histori idilike, pra kishte edhe ajo gjërat. Kishte ajo familjen e Grigjet finalizua ajo. Finalizua bukur mbas. Ne kemi dhe gjitha kundra, ne argumente kemi dhe çifte të tjera që kanë dalë nga Big Brotheri. Pra, përveç Klasë, ke Eglin me Gjestin, apo... Ata u ndanë, po Sara me Bardin... Pra gjithë martohen, ndanë, etj. Pra, mos shko ke çiftet. Unë dua të shkoj ke filozofia. Ke filozofia e narrativës që ne gjithmonë i gjykojmë njerëzit nga perceptimi. Kur do vi... Jo, ti nuk mund t'japësh çdo gjykimin se si është ai njeri i mirë apo i njeri i keq nga perceptimi që krijohet nga komentet. Mirë pra, më mirë është shkëlqyer siç ka emrin ashtu është. Mirë, nga komentet. Ajo që Alqita thot, Monika, është që në fakt e kanë vetë fajin, sepse këtë narrativ e ushqyen ata vetë. Jo, mos ka faj fare ato. Ata e kanë bërë me qëllim, sepse po të mos kishin ushqyer atë lloj narrative. Do kishe ti sot 4 javë debat krevatin? Ato nuk e dim. Ato nuk e dim. Mund të mos kishe krevatin, do mund të kishe diçka tjetër. Jo, dakor, të them një gjë tjetër. Kishe Gjodin gotë shumë të mirë, kishe Sabinën gotë shumë të mirë, që flisni për letërsinë, për artin. Qa loje kishte Gjodi dhe Sabina më qafsh? Se kur ishin këtu në studio i the që s'kishin lojë. Jo, Sabina foli për librat, foli për artin, foli për kulturën. Nuk është lojë pra jo. Ec, babe, di për jashta. Monika, o thuaj, shpikni diçka të re, o thuaj vazhdoni me krevatin, se do dhja sërin. Po të themi që njerëzit që prodhojnë ato që duam ne dhe që po flasim, ja pra po foli Sabina, foli Gjodi, foli Armela, foli Eugjini, Seno, Armiri, po themi dhe funditës, hap rrugën më të fortit, më të shpejtit. Okej, për ta mbyllur. Shtëpia e Big Brotherit dhe diskursi publik me cilin ushqehen shqiptarët jeton shumë mirë dhe pak të historinë e këtyre të dyve që duhet ndryshojnë se s'bën narrativ, se nuk i çon asgjikundi kjo as brenda se ashtë shtëpia. Okej, ndërkohë që Monika dhe Alketa merren vesh me njëra tjetrën, shkojnë pak në shtëpi, sepse shikoj ende Mirin dhe Florin shumë të acaruar. S'ke loj tjetër. Po s'kam nuk bërë mantën. Po kja për banjo. Jam i martum, kam të fmi. Atere, banor jam sërish me ju. Kam familje jashtë. S'kam armen e në banjo. Pret familje jashtë. Miri, Flori jam sërish me ju. Nuk kam martu me shku në banjo me njët me ty. Hajde pra. Po s'kam më në banjo, rrim banjo. U kam familje jashtë, nuk bërë romanca me ramsy. Ate di unë. Nuk jetë të loj. Ate di unë. S'ke pun t'i fare. Ti ke artu që ty të një, i ke thonë Kristit hajde në banjo. Më the mua hajde në banjo. I ka bojloj në banjo. Miri, Flori, e kuptoj që mund t'ju ketë kapur për në banjo, po jemi në transmetim direkt dhe mund t'i ikni në publicitet. Dhe pasi të mbaroni punë në banjo, mirë është të lani dhe duar. Dhe mbasi të keni larë duart, mos vazhdoni me këto biseda të vitit 1996, hajde ikim banjo. Atëherë